Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një aksident i frikshëm ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Fier Lushnjë, pranë pushimit të shoferit. Furgoni me pasagjer u përplas me bencin dhe 3 pasagjer janë plagosur rënd. Një aksident i frikshëm ka ndodhur rreth orës 3:30 të mëngjesit, ku janë përfshirë 2 automjete me 3 persona të plagosur rënd. Aksidenti ndodhi në autostradën Fier Lushnjë në afërsi të pushimit të shoferit. Një furgon tip Benz që transportonte pasagjer drejt aeroportit të Rinasit është goditur nga pas nga një automjet tip Benz gjatë një parakalimi. Pas përplasjes nga shpejtësia e madhe, Benzi ka thyer barrierat e hekurta, ka dalë nga rruga në anën tjetër të kanalit kullues përgjatë autostradës dhe është përfshirë nga flakët. Kanë arritur të dalin nga mjeti gjallë 4 personat që udhëtonin në Benzin që u doq. Nga ana tjetër, furgoni udhëtarëve me të cilin udhëtonin drejt Rinasit 7 pasagjer dhe drejtuesi i mjetit kanë përfunduar qindra metra larg. Të plagosurit janë dërguar menjëherë në spitalin e Lushnjës, ku po marrin ndihmën e duhur mjekësore. Sipas policisë, rreth orës 3:30 në aksin rrugor Fier Lushnjë, automjeti me drejtues shtetasin KE 24 vjeç, banues në Fier, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin DT 55 vjeç, banues në Fier. Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar 3 pasagjerët e automjetit që drejtohej nga shtetasi DT, shtetasi GK 68 vjeç, shtetasja SJ 44 vjeçe dhe shtetasja OK 54 vjeçe, të cilët ndodhen në spital në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, si pasojë e përplasjes, automjeti me drejtues shtetasin KE ka dalë nga rruga dhe ka marrë flak, njofton policia. Policia në vendin e ngjarjes po punon për të zbardhur shkaqet e sakta të aksidentit. Këndet e lojrave për fëmijë mungojnë në qytetin tonë. Ky është një problem shqetësues për prindrit dhe fëmijët, sepse ata detyrohen të luajnë nëpër rrugë ku rrezikohen nga lëvizja e automjeteve. Me ardhjen e verës dhe mbarimin e vitit shkollor, fëmijët duan që të luajnë e argëtohen këto 3 muaj, dhe jo vetëm. Fëmijët mund të luajnë kudo dhe me çfarëdo lloj gjëje, pasi imagjinata e tyre është e pashtershme, por këndet e lojrave janë ato që tërheqin më shumë vëmendjen e tyre dhe i lehtëson prindrit. Por në qytetin tonë këndet e lojrave funksional dhe me standarde nuk ekzistojnë nëpër lagje. Ky është një problem shqetësues për prindrit dhe fëmijët, sepse ata detyrohen të luajnë nëpër rrugë ku rrezikohen nga lëvizja e automjeteve. Në Lushnjë është ndërtuar para disa vitesh një kënd lojrash i vendosur në një hapësirë të vogël tek lulishtja e qytetit, por tani është me hekura të ndryshkura, lodra të prishura që rrezikojnë fëmijët. Bashkia e Lushnjës e ka për detyrë të sigurojë fëmijëve hapësira për të luajtur dhe edukuar si kënde lojrash, pishina, kopshte e të tjerë. Kjo gjë nuk ka ndodhur në qytetin tonë. Edhe këndi vetëm i lojrave nuk është i mirëmbajtur, jo vetëm nga bashkia që e ka për detyrë mirëmbajtjen e tij, por edhe nga qytetarët që e kanë detyrë morale ruajtjen e hapësirave publike, mbi të gjitha hapësirave për fëmijët. Përmirësimi i hapësirave publike është një prej investimeve më të mira që mund të bëjmë, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët tanë. Policia në Divjak ka arrestuar pronarin dhe punojësin që organizonin lojra fati në lokal me kompjuter dhe me celular. Ka sekuestruar edhe 7 njësi kompjuterike dhe 3 celular. Operacioni policor i koduar qet arreston pronarin dhe punojësin që organizonin lojra fati në lokal me kompjuter dhe me celular në Divjak. Sekuestrojnë 7 njësi kompjuterike dhe 3 celular. Si rezultati i administrimit të shpejtë të inteligjencës policore, se një lokal në fshatin Karavasta e Re ishte përshtatur me pajisje për organizimin e kundërligjshëm të lojrave të fatit, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike e financiare finalizuan operacionin qet. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan shtetasit AQ, 51 vjeç, dhe EQ, 34 vjeç. Nga kontrollet në ambientet e lokalit të paregjistruara në organet kompetente në pronësi të 51 vjeçarit, në të cilin ishin punësuar si kamarier pa u siguruar shtetasi EQ, u gjetën 7 njësi kompjuterike dhe 3 celular, që përdoreshin për lojra fati. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Serbia nuk është e gatshme të njohë Kosovën. Presidenti i Serbisë Vučić fajson Kosovën si pengesë të rrugës për në Bashkimin Evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në forumin Globsec të zhvilluar në Prag ka deklaruar se Serbia nuk është e gatshme të njohë pavarësinë e Kosovës. Ai u shpreh se antarësimi i një shteti në Bashkimin Evropian është vendim politik dhe jo çështje merite.
Njerëzit në Evropë flasin vazhdimisht për një qasje të bazuar në merit, me formulime të tilla, por kështu s'ka ndodhur asnjëherë, tha Vučić. Ai rikujtoi se për Serbinë pengesa kryesore në rrugën drejt Bashkimit Evropian mbetet mosgatishmëria për të njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti serb tha se Serbia i përmbahet Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe rezolutës 1244, e cila thot se Kosova është pjesë e Serbisë. 22 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa 5 prej tyre jo, dhe ky është problemi. Beogradi nuk është i gatshëm ta njohë pavarësinë e Kosovës, deklaroi Vučić. Gjatë forumit në Prag, Vučić u takua dhe me emisarin evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, me të cilin sipas tij pati një bisedë konstruktive për vazhdimin e bisedimeve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, sfidat rajonale dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Përshkallëzohet konflikti Izrael-Iran, intensifikohen sulmet ajrore mes dy vendeve. Izraeli dhe Irani goditën njëri tjetrin me sulme të arshpra ajrore gjatë orëve të fundit të së premtes, duke përshkallëzuar konfliktin mes tyre. Izraeli sulmoi për herë të dytë objektet bërthamore dhe ushtarake në territorin iranian, ku goditi fillimisht 8 objekte bërthamore në të gjithë Iranin, duke lënë të vrarë 20 zyrtar të lartë ushtarak dhe 7 shkencëtar bërthamor. Izraeli goditi edhe rezidencën e udhëheqësit suprem iranian Ali Khamenei. Teherani u kundërpërgjigj me lëshimin e qindra raketave drejt qyteteve izraelite. Irani ka njoftuar se ka rrëzuar 2 avion izraelit dhe ka marrë rob një pilote femër, por zërat janë mohuar nga ushtria izraelite. Sirenat për sulme ajrore në Tel Aviv dhe Jeruzalem, që dëgjoheshin të premten mbrëma, detyruan qytetarët të kërkonin strehim. Pamjet e tymit të dëndur në biqellin e Tel Avivit u transmetuan në mediat ndërkombëtare, duke treguar intensitetin e sulmeve. Ushtria izraelite njoftoi se sistemi i mbrojtjes ajrore ka ndaluar shumicën e raketave iraniane, megjithatë, disa prej tyre kanë depërtuar dhe shkaktuar dëme. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se përplasjet mund të zgjasin për ditë me radhë dhe i ka bërë thirrje popullit iranian të ngrihet kundër regjimit që sipas tij po i çon drejt katastrofës. Kurse lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Izraeli ka iniciuar një luftë të hapur dhe paralajmëroi se Teherani nuk do të ndalet pa i shkaktuar Izraelit pasoja të rënda. Ndërkohë numri i të vdekurve nga sulmet me raketa ndaj Izraelit po rritet, konfirmojnë zyrtarët dhe mediat izraelite. Presidenti amerikan Donald Trump në një deklaratë për mediat tha se Irani duhet të ulet urgjentisht në tryezën e bisedimeve, duke paralajmëruar për sulme edhe më brutale nëse nuk ndodh kjo gjë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme. Bashkë mirupafshim.